Ky ishte takimi I dytë në radhë që ne kemi filluar duke bërë në gjitha qarqet dhe rrethet kryesore të Shqipërisë në lidhje për të diskutuar një moment rëndësishëm të procesit të reformës administrative territoriale, pikërisht për diskutuar kriteret që do ndjekim për bërjen e hartës së re. Ne I paraprim diskutimeve dhe vendimmarrjes së komisionit parlamentar ad hoc që është ngritur për këtë çështje, pra për reformën territoriale. Ky është vetëm turi I parë që do bëjmë, sepse do ketë dhe një tur tjetër, pra mbasi kriteret të miratohen nga komisioni parlamentar për reformën, do bëhet harta e re dhe me modelin dhe hartën e re do diskutohet prapë dhe një herë me komunitetet, pikërisht me mbi një draft konkret. Kështu që është një seri e gjatë takimesh që do kemi në këto 2 muaj dhe mendoj që kështu garantohet dhe transparenca e plotë e gjithë procesit. Përsa I përket rajoneve, kjo është një diskutim tjetër, nuk është diskutimi që bëjmë për njësitë vendore të nivelit parë, pra për bashkitë e komunët, sepse rajoni përfaqëson, po themi, një territor shumë më të madh se sa thjesht bashkia dhe komuna. Qasja jon ka qenë dhe në fakt ka ardhur si pasojë e një analize shumë të detajuar, dhe qasja jon është që Shqipëria do të grupohet në rajone horizontale, pra jo vertikale. Kështu që unë mendoj që Elbasani rri shumë mirë në gjithë pjesën zonës të qendrore që del deri ndoshta deri në Durrës. Pra do kemi një qasje horizontale të grupimit të qarqeve.